Të dashur vëllezër e motra në Krisht. Ditën e sotme, me fillimin e periudhës së triodit, filluam të ecim drejt të kreshmës së madhe të Pashkës. 3 javë akoma deri në fillimin e saj, janë 3 javë përgatitje, duke u fokusuar me tema karakteristike të saj, në përullësin, pendimin, besimin dhe shpresën tek mëshira e Perëndisë. Pa këto, ne nuk mund t'i afrohemi ndryshe Perëndisë së gjithë pushtetshëm, që është krijuesi dhe i botës, atij që ka në dorë të jetën tonë. Pa këto, gjithashtu, ne nuk mund të ndjejmë dot dashurinë e tij. Në këto tema përqendrohen edhe himnet e kësaj periudhe, deri për Pashkë. Mjaft karakteristike janë 3 himnet që u kënduan sot në shërbesën e lutësore të mëngjesit, të cilat do të këndohen çdo të diel në vazhdim deri për Pashkë. Duke përmendur vetë fillimin, hap na dyert e pendimit o jetëdhënës është një. Një tjetër, drejtom në rrugët e shpëtimit. Dhe pason një tjetër himn përsëri. Unë i mjeri duke kujtuar mëkatet e shumta. Këto himne pra na shpjegojnë ne se shpirti i njeriut vigjëlon në tempullin e Perëndisë. Sjell veten për pastrim dhe lutet Perëndisë që të hapë dyert e pendimit. Sepse në tempullin e tij, aty ku ai prezantohet dhe shenjtorët e tij gjithashtu dhe shoqëria e tij prezantohen mes nesh dhe ne marrim pjesë në këtë shoqëri të shenjtë. Në këtë vend pra ka vend vetëm për ata që janë pastruar, të pastruarit me hirin e tij. Mëkatarët që do të pastrohen, për ata që ndjejnë veten që janë mëkatar, por edhe gjithashtu duan të pastrohen. Gjithashtu, në këto himne, ne kuptojmë edhe ndjesinë e mëkateve të shumta. Dhe kjo ndjesi që ne kuptojmë, apo vim në vete, e bën njeriu që të dridhet, kur mendon afrimin e gjyqit të fundit. Është një frikë, por njëkohësisht është mbushur dhe me guxim dhe shpresë tek mëshira e madhe e Perëndisë. Prandaj dhe thërresin, mëshiro mo Perëndisë sipas mëshirës sate të madhe. Tjetër gjë kujtojmë dhe kuptojmë nëpërmjet këtyre himneve kataniktike, që në përpjekjen tonë pastruese, kuptojmë që kjo është një përpjekje pastrimi. Kërkojmë udhëzim njëkohësisht, drejtim, ndihmë dhe ndërmjetim. Po në të njëjtën frym gjenden edhe fragmentet biblike që u lexuan sot para pak, por edhe të gjithë që nga dita e sotme dhe deri çdo të diel pra deri për Pashkë, të cilat do të na shpjegojnë dhe do të na ilustrojnë me shembuj të ndryshme konkrete. Do të na rikujtojnë dhe fuqizojnë me këto tema. Do të na frymëzojnë dhe do të na frymëzojnë të vlerësojmë më mirë gjendjen aktuale në cilën ndodhemi. Por edhe do të na fusin në një kontroll sistematik çdo të diel. Dhe së fundit do të na inkurajojnë që të përparojmë në rrëfimin e mëkateve tek Perëndia përpara atit shpirtëror, por edhe përpara vëllezërve dhe motrave që ne gabuam ndaj tyre apo dhe i lënduam. Kështu leximet biblike do të na ofrojnë shumë mesazhe, të cilat në predikimet në kish do të ezaurojnë një pjesë të mesazheve të tyre të shumta. Prandaj është e nevojshme edhe vazhdimësia jonë, vazhdimësia që të lexojmë dhjatën e re.
vazhdimësia që të konsultohemi me literaturën shpirtërore të kohës, të kësaj periudhe, të triaudit. Të bisedojmë me vëllezërit e motra në Krishtin, po për këtë gjëra. Bisedojmë me etrit e kishës dhe klerikët e saj, apo dhe ata që nga mbaruar për teologji. Kështu, konkretisht, fragmenti sotëm ungjillor është një tregim i një shëmbëltyre apo një paravolie ku Krishti e tregon për të përcjellur mjaft mesazhe. Paravolisë të fariseut dhe të agrambledhësit, ose taksambledhësit ndryshe. Krishti e tregon këtë shëmbëltyrë sepse ndodhe në atë moment rreth disa farisejve, pra udhëheqës fetar të asaj kohe, që e dini mirë shkrimin e shenjtë dhe udhëhiqnin popullin nga ana shpirtërore. Dhe ata e pyesnin, jo thjesht për të mësuar, por e pyesnin një lloj tendence. Por edhe përpiqeshin ndërkohë që të shfaqnin veten e tyre këta persona, pra farisejt, që ishin të ditur. Dhe në vërtet ishin të ditur, por do në tregojnë që ishin shumë shpirtëror dhe ishin të rregullt me detyrat fetare të tyre. Dhe ungjillori Luka citon: edhe disa nga ata që besonin në veten e tyre se janë të drejtë dhe nuk i zonin për gjë, pra nuk i llogarisnin të tjerët, prandaj u tha këtë paravoli. Pra një farise dhe një taksambledhës. Fariseu erdhi dhe tha: unë, o Zot, bëj për ty këto gjëra. Të lutem ty vazhdimisht, dhuroj, jap vazhdimisht për ty. Dhuroj, ofroj. Dhe nuk jam si ky, si këta persona, dhe si ky që është pranë, që po lutet këtu, ka ardhur këtu të lutet. Kurse taksambledhësi në qoshe, ai i thonte: unë jam shumë mëkatar. Madje thuhet që nuk guxonte të ngrite syt drejt qiellit, nga kjo ndjesi mëkatare që ai kishte. Pak fjalë, vetëm kaq, por me një shpirt të dërmuar. Le të shikojmë disa pika. Fariseu, mes të mirave të tij, dhe ishin të mjaft të mira që i bënte, por i prezantonte për të lavdëruar veten e tij, për të qenë një shembull. Ishte shembull mes të tjerëve, por ndryshonte fryma se si e po prezantonte këto përpara Perëndis. Një krenari që unë po bëj këto gjëra për ty, sikur Perëndia kishte nevojë për këtë. Unë po bëj, po jap kaq, po jap të 10-ën, po ndihmoj këtë, po bëj këtë. Por në thellësi ai prezanton disa probleme. Pra, ai prezantonte atë krenarin e tij. Nuk i bënte këto dhe nuk i prezantonte këto me përullësi. Dhe pikërisht kjo mos përullësia e tij bënte që mos shikonte mëkatet e tij, që në lutjen e tij prezantonte edhe mëkatet, po prezantonte vetëm arritjet e tij, çfarë ky arriti të bënte, çfarë ky po jepte, ofronte. Pjesë e dashurisë dhe kjo, por duke u mburrur. Një karakteristikë tjetër është që drejtësonte veten e tij dhe kënaqte veten e tij. Dhe kjo e bëri që mos të përsosej. Krahasimi i vetes gjithashtu, i vetes së tij me të tjerët, bëri që ky ta lartësonte veten më lart dhe ta gjykojë tjetrin që nuk jam si ky. Dhe tregimi të mirave të tij në lutje me mburrje, pra, e bëri që ta ndryshonte edhe natyrën e lutjes. Sa kujdes duhet kemi edhe ne gjatë lutjes tonë dhe adhurimit. Pra, shkoi për të lavdëruar Perëndin dhe arriti të lavdëronte veten e tij. Këtu ka të ndis lutja e tij. Kujdes pra në lutjen tonë. Kurse taksambledhësi ishte që i mblidhte gjithë taksat e shoqërisë. Pra ishte quhet ndryshe edhe doganjer. Por funksioni ishte për të mbledhur taksat
e secilit që duhet paguante në mënyrë periodike. Mes të këqijave të tij, ky e shfaq veten e tij në një formë ndryshe. Ai shfaq disa gjëra të mira dhe e ndryshon ecurinë dhe drejtësinë të cilën ai kishte ndërmend dhe frymën e tij. Ai nuk mohon, nuk e fsheh dhe nuk justifikon mëkatet e tij. Por ai pendohet dhe rrëfen mëkatet e tij. Kërkon mëshirën e Perëndis për këto. Dëshiron ndryshimin e vetes së tij dhe shpreson tek Perëndia. Kështu të dy shkojnë për të lavdëruar Perëndin. Por natyra dhe përqasja me atë lutjes është ndryshme. Prandaj kujdes edhe për ne. Një kujdes si personal për secilin si besimtar, por edhe si komunitet. Të dyja do duhet i kemi parasysh. Vijmë për të lavdëruar Perëndin. Prandaj le të shfaqim të mirat tona, por me përullësi. Të kërkojmë të kemi shpresë tek Perëndia. Të dy këta persona shfaqin të mirat e tyre personale. Flasin me veten e tyre në fshehtësi, të dy. Para fariseu nuk del përpara të tjerëve që t'i thotë, unë po bëj kështu, unë po bëj këtë, unë po bëj këtë. Kishte një fshehtësi në këtë lutje. Kishte një intimitet. Dhe mëkatari, themi, taksamblensi, edhe ky në fshehtësi. Ishte një dialog me veten. Ishte me mendje, me zemër dhe me shpirt. Po këtu në këtë fshehtësi u shfaq edhe përullësia dhe krenaria. Kjo lloj natyre bëri që të ndryshonte dhe qëndrimin për veten e tyre dhe kështu u prezantuan ndryshe në tempull. Fariseu flet me shumë fjalë për ta shprehur atë që i donte. Taksamblensi flet me pak fjalë. Shikojmë që këto janë dhe karakteristike të krenarisë, po dhe të përullësisë. Me pak fjalë lidhet përullësia. Me shumë fjalë, kujdes se do kalojmë në krenari apo kemi krenari. Krishti përfundon me udhëzimin e tij. I drejti përpara Perëndis doli taknambellës. Nuk doli fariseu, ai që lutej vazhdimisht, ai që bënte të mira vazhdimisht. Pra, ai që ngre lart veten e tij, thot Krishti, ky do të përullet. Ky do të largohet nga Perëndia. Por ai që përul veten e tij, ky do të ngrihet lart. Me këto pika dhe konkluzione, por edhe me të tjera që mund të nxjerrim gjithë secili prej jush, duke e lexuar personalisht pjesën ungjillore të ditës së sotme, gjithë secili prej nesh le të shoh dhe të filloj të vlerësoj veten ndershmërisht, pa dorashkë, me dorë në zemër, pa gënjur veten e vet, pa u përpjekur të justifikoj veten e vet për gjëra të ndryshme, por le të shikoj dhe të hetoj në thellësi të mendjes dhe të zemrës për dobësitë, të metat, gabimet, mëkatet e veta. Të kërkoj mëshirën e Perëndis. Pra të kërkojmë falje, por edhe të japim falje, të ndjejmë të tjerët. Të mos merremi me mëkatet e të tjerëve, me gabimet e të tjerëve, por me rrëfimin e vetes tonë. Pra të kemi një autokritik. Të shohim se si t'i afrohemi të tjerëve me dashuri.
Sepse apostull Petro, i cili thot një fjalë shumë të bukur, e veçon dhe e thekson shumë bukur dashurinë e sinqertë. Dhe thot, dashuria do të mbuloj një shumicë mëkatesh. Kur ne ndodhemi në një batak mëkatesh, ndodhemi në një vështirësi të madhe që kuptojmë që jemi keq, kuptojmë që kemi bërë shumë gabime, mos të jemi në pesimizëm për këtë gjë, por të kërkojmë mëshirën e Perëndis me optimizëm, se Perëndia fal, dhe ne duhet të tregojmë dashuri. Dhe le të fillojmë në krahun e kundërt tashmë. Jo thjesht të mbyllemi në veten tonë, por të fillojmë të shprehim dashuri ndaj atyre që ne gabuam, ndaj atyre që ne nuk u shprehëm siç duhet, ndaj atyre që edhe i goditëm apo mëkatuam ndaj atyre. Prandaj, kjo do të na japi një optimizëm, sepse Perëndia i vlerëson gjithë veprimet tona, mendimin ton. Le të lutemi pra vazhdimisht vëllezër e motra në Krishtin, në çdo kohë, në mëngjes dhe në darkë, dhe të kemi një program me veten tonë. E theksoj këtë gjë. Nuk mund të jemi dot të krishterë të vërtet, qofse ne nuk kemi një komunikim të vazhdueshëm, të përditshëm me Perëndin. Kemi nevojë për energjinë e Perëndis, hirin e Perëndis të vimina, por kemi nevojë që të shprehim falënderim Perëndis, lavdërim e Perëndis, ndjes të kërkojmë mëkatesh, sepse edhe mëkatojmë për ditë, por do duhet që edhe të rrëfejmë këto gjëra. Pra edhe të kërkojmë, ne kërkojmë, po mos mbetim vetëm te kërkesat tona. Dhe si në mëngjes dhe në darkë, me këtë komunikim, është komunikimi im drejtuar Perëndis. Por edhe duhet të dëgjojmë çfarë mesazhesh ka Perëndia për ne ditë për ditë, sepse do të dalim në përditshmërinë tonë, do të dalim në sfidat tona të përditshme dhe kemi nevojë për fuqi që të përballojmë ashtu siç duhet dhe mos mëkatojmë. Prandaj themi në mënyrë të përsëritur, bëjmë lutjen tonë drejtuar Perëndis me këto që thash pak më përpara, me këto karakteristika, por edhe duhet të lexojmë fjalën e Perëndis, shkrimin e shenjtë, Biblën, Ungjillin, mësimet e apostujve, apo dhe jetë shenjtorësh që tregon që kjo rrugë e shenjtëruar e kanë bërë dhe të tjerët përpara nesh, dhe janë shenjtëruar, dhe janë shembuj për ne që ne i referohemi atyre. Prandaj me këtë lloj komunikimi japim edhe marrim, le ta kemi për ditë me Zotin. Le të jetë o Zot përdallimi yt mbi ne, sikurse kemi shpresuar me ty. Le ta mbajmë mend këtë fragment, këtë fjali të doksologjisë synore, duke theksuar edhe shpresën, por edhe kërkuar hirin e Perëndis, dritën e Perëndis mbi ne.